atë kohë, ka marrë pjesë edhe një ndër kompozitor më të njohur të asaj periudhe, Shostakoviçi, i cili ndër gjitha veprat që kanë qenë prezantuar e ka veçu veprën e një shqiptari nga Kosova, i cili studion në Beograd. Me emrin Fali Beqiri dhe emri veprës Skënderbeu. Po, Skënderbeu ma vonë, por një vepër tjetër ka qenë, po. Për atë e mora edhe këtë kvintet. Kështu që është një, themi, një krenari edhe për mua si vazhdimësi e punës e ti, edhe për ne si familje, por edhe për familjen e Gjon, por edhe për Kosovën që në atë kohë kemi pas një person të tillë i cili megjithatë e ka dhënë një kontribut në prezentimin e shqiptarëve të Kosovës edhe në një vend jo fort miqësor. Të ishe djali i Fali Beqirit, ishte një barë, përsa i takon krijimtarisë artistike, ishte një busull që të orientonte, apo një frymëzim që të frymëzonte? Të trijet, po në kohë ndryshme. Fillimisht natyrisht si frymëzim, më vonë në një periudhë të fillestare të punës time si pengesë. Pengesë? Pengesë, unë kom fillu herët me shkrujt këngë, edhe një këngë për akordet të Kosovës, Tarzani, pa ta shkru vetë, edhe tekstin e orkestrimin, edhe melodin, edhe kolekte babaj tim, unë isha 14 vjeqarë, atër në të kohë. 14 vjeqë, okej. Edhe, mirë, valë, ty të ka bo baba, edhe vazhdojshin, jo, bëjtë s'ma ka bo baba, se ku më vetë, edhe s'kisha mundësi me të regu që unë jam aj, për them penges kuptimin e tilë, por ajo penges unë ka dhonë më teve ma shumë për me punu dhe me qenë vetja, se është fështirë kër e ki një ombrell për mi, i cili të themi, me gjithate është autoritet dhe ka qenë autoritet në fushën e kompozimit dhe të muzikës, dhe pastaj me zhvillimin tim edhe si krijues, kemi pas shpesh dilema dhe diskutime rreth muzikës. Pra, nëse ka pas dikush që më shumë të është konfrontuar me mu ka qenë babai im. Edhe unë me te natyrisht të dytë, duke pas intens që të japim maksimumin, të gjejmë më të mirën, por ai ka pas mendime tjera, unë mendime tjera dhe shpesh ky komunikim nuk ka qenë edhe çikanshëm, kuptimin profesional po flas, jo si prind edhe si fëmijë, po vetëm si dy profesionistë të fushës. Dhe natyrisht në fundit e thash edhe më herët, është një përparësi kur e ki një prind i cili të udhëzon edhe të orienton me kohë në një drejtim çfarë ti mund të shpëton. Këtë pengesën që sqarove ti kanë përshtypjen e kanë të gjithë fëmijët që vazhdojnë profesionin e babait. Figurativisht? Jo, gjithë e kanë, sepse natyrisht e kanë një barë, e kanë një, themi një... E kanë atë paragjykimin se ti po japon baba, se po kanë një nona... person i cili ka arrit diçka, dhe ti dush të, jo vetëm të mbrish, po dhe të kalosh. Kur e ke shkri, po them, në mindsetin tënd, këto që me thonë, okej, ajo është baba em, unë jam unë, kur e ke te kalu këtë fazë? Në studime. Studime. Në studime, me shenë se aty veç vime zhvillohëm si individ, natyrisht fillojmë me landë tjera, edhe kolegë tjerë të profesorë të cilët i kanë pas mundësi direkt me komuniku me mu, me mpa ku jam, çfarë nivel jam, dhe atër natyrisht ka fillu respektin ndaj meje si Valton, jo si djali i Fariut. Pra, studimet kanë qenë ato të cilat me gjitha te kanë arrit me liru prej peshës babait, por natyrisht edhe me identifiku si Valton, si një krijues i arshëm, fillimisht si pianist, po pastaj edhe si kompozitor, me që e tha më herët, kom përfunduar edhe pianon, po edhe kompozimin.